Irani lëshoi 2 raketa drejt ishullit Diego Garcia në Oqeanin Indian, aty ku ndodhen baza ushtarake e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Britanisë, vetëm 3810 kilometra larg Bregdetit iranian, dhe sipas Wall Street Journal, njëra nga raketat nuk funksionoi gjatë fluturimit, ndërsa një anije luftarake amerikane lëshoi një interceptor SM-3 kundër tjetrës, e teksa ende nuk bëhet e qartë se ku ndodhi sulmi, Shtetet e Bashkuara të Amerikës i dhanë dritën jeshile shitjes së naftës iraniane, që është tashmë në tranzit. Departamenti i Shtetit i Thesarit njoftoi se autorizimi do të zgjasë 30 ditë e do të lejojë që 140 milion fuçi nafte të hyjë në tregjet globale. Heqja e sanksioneve nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës që e lejon tregtimin e 140 milion fuçive nafte iraniane të bllokuar në det pritet të ndikojë në rënien e çmimit. Lufta në lindjen e mesme hyri në javën e 4 mes Izraelit, Shteteve të Bashkuara të Amerikës kundër Iranit dhe sulmet me drone e raketa vijojnë, ndërkohë që Organizata e Kombeve të Bashkuara mund të jetë pjesë e një plani për mbrojtjen e ngushticës së Hormuzit. Sekretari i përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres tha se qëllimi është mundësia e krijimit të kushteve të ngjashme në të kaluarën në ngushticën e Hormuzit, ku organizatat mundësuan eksportin e lëndëve ushqimore, por edhe të plerave gjatë luftës në Ukrainë.